Të dashur besimtar të pranishëm. Me qenë se jemi duke jetuar, jemi qenie njerëzore, krijesë që jetojnë dhe frymojnë dhe duhet të jemi të gjallë. Dhe për të jetuar dinjitetshëm, qofse dëshirojmë të jetojmë dinjitetshëm ashtu siç na ka hije, ashtu si individ, po ashtu edhe si popull. Atëherë ne duhet çdo ditë të bëjmë një ndryshim, është fjala për ndryshim pozitiv. Asnjëherë nuk duhet të kënaqemi me atë që jemi sot, sikur që thotë edhe Aliu radhiyallahu anhu, se nëse dita e sotme është e ngjashme me ditën e djeshme, atëherë ajo ditë është e vdekur për mua. Nëse sot nuk jam më i mirë se dje, atëherë po nuk ku gjithë ndodhur. Atëherë nesër jem edhe më i mirë se sot. Ta kemi edhe nga çdo adhurim dhe ibadet që e kemi, edhe sidomos në Ramazan. Nëse Ramazani që na mbërrin nuk na gjen më të mirë se sa Ramazani ka lumë, na s'kemi pas efekt, s'kemi pas dobi për Ramazani. Nëse nuk na gjen çdo herë më të mirë, nëse jemi të mirë, më bëjmë më i mirë, nëse jemi më i mirë, të bëhemi shumë më i mirë. Çdo herë ndryshim, po ndryshim pozitiv, e jo ndryshim negativ. Këtë kërkan edhe i madhe Zot Garej këto në Kur'an, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zotin në të vërtet nuk ndërron gjendjen e një populli pa filluar ata të marrë iniciativa fillestare me kom prej nesh. Nëse na marrim hapin për ndryshim, atëherë edhe Zoti e bën edhe emrin apo veprimin apo funksionin që të bëhet ndryshimi. E këtu tash varet. Nëse na i prim për marrë ndryshimit, atëherë ndryshimi bëhet pozitiv edhe për të mirë. Nëse na i prim për mrapsht ndryshimit, do më për të keq, atëherë ndryshimi ka më shku për keq. Për atë arsye dhe Zoti na thot Kur'an, çdo çdo ju kahtemani bigën për marrë për mrapsht, çashtu ka më shku ndryshimi. Nuk e ndron gjendje të sa ja filloni. Nëse ja filloni për smare, ja jep marrë. Nëse ja filloni për smrapshti, ja u jep të mrapshtën, por atëherë keni me të shtu. Edhe do të pendoheni. Prandaj na thirrja jone sot është që të bëjmë ndryshimin pozitiv sa më tepër e sa më shumë. Për ta bërë ndryshimin do të fillojë gjithmonë nga vetvetja. Po nisë nga vetja, tani bashkë me mua edhe ju. Edhe shqip për gjithnere do dalim në 3 elemente që janë shumë të rëndësishme në çdo kohë e sidomos në kohën e sotme. Elementi i parë që duhet me bëjë ndryshimin, na si popull, si komunitet, si xhamat, si shoqni, si shtet, çu dush me po edhe si individ, është fjala e Allahut që thotë wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dhe bashkohuni, kapuni të gjithë fort apo fort për litarin e Allahut, për fjalën e tij, për Kur'anin, edhe mos u ndani, mos u përçani, mos u bëni fikë pesë. Proporosia kësaj është bashkimi ynë. Duhet të bashkohemi, duhet të mblidhemi rreth fjalës së vërtetë, duhet të mblidhemi bashkë rreth rrugës së drejtë, rreth punës së mirë, rreth vlerave, çka do që është e vlerëshme, si familja, morali, adheu, puna, nderi, gjithë ato duhet bashkohemi këto pika. Sa është urdhë koranore. Zatën edhe Zotë për atë ajeti tjetër, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bashkëpunani, lidhuni njëri me tjetrin punë të mira, punë të devotshme. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, e mos bashkëpunani, e mos ndihmoni njëri tjetrin veprat që janë harame dhe gjunahe. Edhe nëse është djali të babait, të vllajt, të shokut, për krye, po nëse të thret ose vepron punon haram, mos ndihmo. Se është urdhën e Allahut. Mos e ndihmo, mos e përkrapo pengoje. Po nëse të rreth punë mira ndihmoje për krahë bashkëngjitur. Kjo është më lidh gjithmonë do njëri me tjetrin. Prandaj ne duhet bashkohemi te e vërteta, duhet bashkohemi te e drejta, duhet bashkohemi te puna e mirë. Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Duhet flasim mirë për njëri tjetrin. Nëse flasim keq, etiketojmë, shpifim, nuk ndihmojmë kur që vetëm se prishim punë edhe largohemi edhe të dëmon njëri me tjetrin edhe më tepër. E kemi mos mojna i natë me një tjetrin. Jemi njerëz, dikush ka më shumë, dikush ka më pak.
Të kush ka Zotë si i madh, ja ka dhënë Zotin në ka prirje për një forcë atonë, pse më pasi natë dhe zili. Prandaj duhet se cilët mu afru, ale se të ka kjera të veta, meritat të veta, edhe pas në pas një natë dhe zili, nësë më përqarë më largu. Edhe Abdullah ibn Mesudi na tregon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se transmetohet në Sahihun e Buhariut, "Wala tahtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku." Edhe mos u përçani. Mos u përçani pra, se edhe ata që ishin para juve, edhe populli para juve, keni mësim ballë për atë pejgamber. Keni rast me marrë mësim sa dani, me marrë mosër yrne. Edhe populli para juve, po u përçan veç u shkatërru. Ku janë ata sa? E pra dhe mos shkojnë edhe në rrugës tyne të përqarjes e tani vetë shkatërrimit. Për dresa përqaremi, largohemi, shkatërrohemi. Pra dhe hapi prej hapave të rëndësishëm ndryshimit pozitiv është vllaznia u bashku me bashkë. Mos më ndarë, mos më përqarë. Elementi tjetër që dojna me cekë, me dhonë shqirë për veti, po edhe për gjithë ju tonë bashkarisht, është ashtu që kemi përmendë edhe mytëve të kalume disa luftimi të keqës. E keqja është e keqja. E keqja është e keqja. Kush do që e vepra, kush do që e punon, e keqja është e keqja. S'mona me thonë të keqës të barë, ose e zezës me thonë të barë, por është e zezë. Se unë e bëjmë një vepër të keqë, tash më mundu me arsytu vetën, tash me bo të keqën, me bo të barë. Nëse unë e pja alkohol e fjalla vjen, më mundu me thonë, ja se s'prish punë, se nuk pëpi më dehe, ja. Ajo është e keqë, është ndalume, haram është, duhet me luftu. Pra, luftimi të keqës çfarë do qoftë, ajo duhet bashkarisht me luftua për keqën. Po për aty në dukurive negative të këqija që po du me i cekë këtë pi, luftimin e të keqës, janë disa elemente që veri ka marrë hëllë, po së pesa për në zonë dhe fryme së shoqëri. Fjala është për korupcion, për shpeti, vjedhje, mashtrim, rana, në shoqëri. E fola dhe më herët, në të shkatë. Në statistikat të ndryshme, të mahershme dhe regjistrimi i fundit edhe civil, edhe volumtimet të ndryshme po na nxjerrin popullin e Kosovës si popull që 94% ama tepër jemi musliman. Besimtar musliman që në fenë e tyre ndalohet në rrëmë, rishfeti, mashtrimi, korupcioni, vjedhja, grabitja. Statistika tjera, po ashtu në nxjerrin se në vendin tonë ka më shumë të domon po flasin në nivel evropian. Në nxjerrin se populli ndoshta më korruptori që e ka përhap shumë në shpejtin, mashtrimin, korrupsion. Diçka këtu s'është në rregull. Tash do dy statistika duhet me analizohen, njëna nuk po na dal në rregull. Nëse na jena besimtar musliman, ku shkon ky besimtari që nuk shka në vllazni, edhe me besu në zënë, edhe me marë, me dhonë rështet, e me bo korupcion, e me vjerë, e me rrengë, e me mashtru, nuk shkoj. Besimi imani me këto dukuri nuk shkoj. Vllazni nuk shkoj. Ose na vetëm jemi musliman me emra dhe shtu që tash, subhanallah e ladhim, të do të një kjo që apo në ndosë. Sepse ai që është besimtari vërtet, besimtari sinqer, nuk rrengë. Edhe nëse hup pasunin krejt, nuk ja bën fytyra me rrejt, hajse mirë shëtërim shef të fetën. Ose me do rëshpet, ose me do korupcion. Sa kemi diploma, false, morë pozita, false, për sa të pejgamberi se ka thonë ka marë, shaj e keqë është, për ata se ka marë koha kur njerëzit, kanë me marë postet detyrat pa merit. Qysh me gjashëm, me rëshpet, me korupcion, të shkjel ata që meritojnë, tharna, vëllaj, ka meritat i ka, s'mon është me ja më hu, ka punu e rifi, ja ka dhonë zoti, ka prije për qatë punë, të edhe me dash nuk mund është më mëri. Njënë canë, lej, e pjevendin ati që e meriton. Nga këtu, prandeta të pejgamberit sëram, jo veç të njerëzit të thjeshtë, të profesion, po besa edhe të hoxhallarë, të ulemaja, ka me marrë vend hoxhallar dhe njerëz që thirrën i thonë veti hoxh, e s'ka lidhje me hoxhallar. Edhe dhonë fetva, ta nuk o që di dhe tulli farë fetvaja që del për tulli personi. Sepse e ka marrë një pozit që nuk i ta ka. Ka mi thonë, në që nësa gjamija i ka Kosova,
nuk kanë drejt me dhonë fetva përveç 3-4 veta këtë Kosovë. Fetvaja është çështje e madhe, është përgjegjësi profesionale, është përgjegjësi para Allahut, nuk është çështje që ti këtë mund edhe po ma mërmenja mu, ale ka da që del paradite me një fetva, mas dite del e mëraj. Nuk është loje feja ashtu, nuk është hajbarë. Kjo të regon se jo seriositeti edhe jo është kompetent për qatë fush. Edhe këto elemente vllazë të utin. Edhe nëse me rishfet, e kemi ma një pozit, me rishfet e kemi ma një social. Me rishfet, po ma një socialist që se meritojnë, penzion, dhen pune, diploma, qka do tu? Wallahi ta dini vllazi harame. Wallahi harame. Edhe këtë e fitin që bëhet me sa është haram. E qysh po të më ndryshu shoqënia, më ndryshu gjendja e popullit, kur i bojnë këto sene për ditë. Edhe kur i thona mos i ban, a pravosh shumë për po flete, shumë për shtimun ku s'duhet. O vllahun e kam obligim e luftu dukurinë edhe ti mos u gjen çato dukurinë. E ka zhdukur këtë dukurinë, se zguxon me ekzistuar në mesin tonë. Sot po thirrë se jemi njerëz të emancipuar, civilizuar në shekullin 21, po ecim përpara, ndërsa me veprime po bëjmë gjëra që janë antinjerëzore. Tash duhet me këto statistikat duhet një mos i thonë njëna po na rran. Ja që siri besimtarë që duhet, ja se këto ja kanë qitë pijet keqe, si kur da në zonë sa kur isha kështë shkollës, i thërshën do prind që ishin problema, se me fëmit e sjelëshëm, ku se në postë të lashe. Asi që në mojnë në tjetë prind ledhje së në takin, e këty në problemave, vëshën prind, nërvëzun, dzejmë, ja, veç që keni shpif tjale të emës, qikës të emës, së janë ata shtu. Marë të subhanallah le që është e keqe, po të mëse më ha, mësë mëna me arsëtu, mësë mëna me vullu, mësë mëna më paraqit më francos këtu. Njëri i civilizum, kështë një më bëti diçka. E keqe, është, po mërë masa që shme ndryshu, me përmisu, se ma jo që ka do, nuk më ndryshu ato që është problem, është të lashe gjige, krejt ato, po ti mërë masa tash të tutje me përmisu, edhe na duhet, nëse është kjo realitet e hidhur, bazën ato do marrë masa me ndryshu këto. Se që tu bojnë pjesë tonë, ti, onë edhe aj. Ty kush të foli, ty kush të vepru, ty kush të qërtu, ty kush të përtite, ty kush të talu, ty kush të urdhue. Kretë është pjesë e jona, se një shoshni jemi qëtu. Ta me bashkë të morë, në përshqinë kjo, pra ne duhet kemi kujdes edhe të mos do. Se thotë Allah në Kuran, si kur që kemi ajetin Kuranor, thotë, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Mos hani pasurinë njëri tjetrit me pa drejtë. Njëri tjetrit mos ja hani pasurinë pa drejtësisht. E bele, u të shtot më të dëllu e lën hukam, bele shkari nga një mas aty në persona përgjës, që në gjukaci, që në pushtet, më munu për mesë rëshfetit, me amar hakon ati tjetrit, që ta kanë tjetër përjet. Wallahi keni kujdes pasni, keni kujdes. Me një formës e tjetër tonë, bëjt pjesë këtë farë dukurie. Të kush me shumë atë ma, të kush me shumë atë vore, të shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndaluar edhe dhuratën e adhon për gjithësave zyrtarën në pushtet. Që po du një hedije se marë shumë e qatë certifikat, që po të epi një hedije, pije një kafe. Ta onë jo. Sepse, aja kisha dhonë që të kafe këtina, mos të shkonë zyrtarë që atë zyre? Jo. Atër të më kjo të rapë vje për shasën që atë vend pune, e jo zbanë. Sa e ka obligim e shumë certifikate. E marë shakë është tjeshtë. Që mos ka puna dhe të korupcioni, mos ka puna të rëshfjeti, mos ka puna me të viju, ta në të drejten, edhe ose me hamë dhe drejten të vonë. Bele, thot të hanë pasurin, u e të talje, mund që kjo dhe me keqe. Për dini që për hanë pa drejtësisht pasurin dhe jetë këtë dit. Të e dit, e të mos e pas frikë Allahën, edhe të vepru, të vazhdu, e kjo është nëzim. Pra ndaj për thjere që edhe këtë pi të bojnë ndryshimin pozitiv, të luftojnë këto dukuri edhe të mos të lamu për hapo. Na subhanallah më nuam i shtu me hate, me rishfete, me sene, për vrejna edhe në varrimet e njerëzve, me ko me dik një fukarem, me nëzi hoxha shkrat, me shku hoxha zyrtar që s'po qare pa shku, me shku varrim edhe një pjesë e gjematit. Të fukarem, a shku në gjematit. Të pasanitë, bëjnë turë, këtë punë të lamu kësh, veç me shku në marë pjesë se ka dik një familjarë. Me hoxha lapi, shtjene hoxha lapi. Me njerës, krejt tonë bojtur, ja se kjo është pushtet, jo kjo është pasarnik, Allah, të jemi të barabartë.
Të çështja varrim shumë që edhe të ditën e gjykimit para Zotit timit barabat nuk mirë, ama na njerëzit me tregojnë me karakterin tonë. Të pasanika, të ta pushtet, ta krend mori bis, masovisht të më njerëzit gjithë pa fushave, dhe vesa dhe vëzhëllohë, ka e më thonë, apo shumë me qumë me zërë gjenden njerë që së mund për ka heqa, s'mujnë e krymë obligimin tonë, neve që nga takon si njerëz me krymë obligimin tonë, me për cilën, mirë po, me stila Allah është Zotë, a i bën që ka tonë me ta, në s'mujnë me qumë me zërë, me bu për të mirë, pa konë për rëmirë, që Zotë është e kam njekje farë, është hadithi i pejgamberit Alesan që ka thonë, nëse 40 burra dëshmojnë për një gjenazë që ku burri mirë, edhe të Zotit regjistrohet i mirë. Hadithi është i vërtetë. Por hadithi ka kuptimin kështu. Nëse na 40 burra, ai për shkakun shpyt vet atje, ai tjetër me shok atje, për me ku burri mirë. Pa ja lip kurkush e deklaron, edhe i bindur që ku burri mirë, e kur bëhen 40 veta që ashtu regjistrohet edhe ai të Zotit mirë. Ama me ardhe në varrem ato burra, a dini për burrë mirë këtë moshkull që u deqë të, po dhe burrë mirë, ja dhe e se kjo me. Pishtë njëzit me dëshmurrejshëm atë, se po a kjo ka këtë që se di për burrë mirë. Pra dhe i duhet me pasë kujdes Allah në falë edhe në ndihmon. Edhe pika e tretë, edhe që po e përvyllëm është sakrifica. Nuk ka punë që mundet më bo. Bile punë të e mira vllazni sun bohen pa sakrifica. Edhe jo me ne që të me ngu hoqë për të fletë, të të lypën, është sakrificë. E këni ndo kohën, e këni ndo familjen, e këni ndo punën e i artu, ata në uniforma punës e dini respekt dhe ndërë atyne, e kanë kohën e kufizume, por me që ta, edhe na keni obligimi edhe më haku kësaj hypje, e është sakrificë edhe për ju me ndëgju dhe me këni deri në fund edhe me marë mesazhin, me përcjell dhe me zbatu. Do të me sakrifiku. Thëtë Allah në Kur'an bele thëtë, o ju thiruna ala anfusihim, o leo kene bime khasasa. Për shumë njerëz, ju ka dhonë për parësi tjetërit, ma shumë, edhe pse vetë o konë shumë nevojli, shumë nevojtar, shumë zërë, ma shumë sa i tjetërit, po i ka dhonë për parësi tjetërit. Pra dhe do të me sakrifiku për vatane, për shtetin, për gjematin, për gjamin, për komunitetin, për popullin, për çdo sen që ka të bëj me interesin e përgjithshëm, duhet me sakrifiku. Madje ajo thonë një orë, që edhe globalisht është e njoftë që ka thonë presidenti Amerikan, mos qëtë që ka po bën shteti për ty, po qëtë që ka po bën ti për shtetin. Sa për neve jemi të është interesuar, sa po kontribujnë na për shtetin, sa po kontribujnë na për atdheun, sa po kontribujnë na për popullin, sa po kontribujnë na për gjematin, për xhamin, për shkollën, për çka që ka nevojë, sa po i dhon për parësi interesit, domon kolektiv para interesit personal. Që shumë herë kur vjen interesi kolektiv, duhet me lënë anash interesi personal. Duhet me sakrifiku vllazni. Duhet me sakrifiku, nuk ka pa sakrifica. Vllazër, sakrifica është simbol edhe të popullit jonë se kemi sakrifikuar me shekuj. Edhe luftën e fundit kemi sakrifikuar, kanë sakrifikuar djemë dhe bija tona. Vllazët tonë, motrat tona të këtë vend, këtë dhe kanë la këtë tokë me gjatë. Për më arë fjëllu me folë në të shlirë që të me majtë në hype që të bashkë me juve. Me folë Shqipë dhe drejtu popullet e njëzve të mi, lirëshëm, ato që ka e besoj dhe ndjenë, që sa unë pa sakrificë. Pra të duhet me konë popull sakrifikus, me sakrifikus që ka nevoj. Me dije, me trupë, me shpirë, me pasunim, me kohën ka njerë, duhet me sakrifiku edhe kohën. Shumë herë, për interesat të përgjithshme që janë të dinit islam. Allah në avohë për atyre që një avon hapë këtyre 3 elementeve e të avon një ndryshim pozitiv e që sot, të sot një javë të mos jemi të njëjtë që jemi sot. Por sot një javë të jemi më të mirë. Sot një javë të jemi më produktiv. Sot një javë të jemi ndryshe, po ndryshe në kuptimin pozitiv. Me vepra ma shumë të mira, me fjallë ma shumë të mira, me afërsi, me falje me njëri tjetër, me afre me njëri tjetër, me farafise, me shokë, me krejt, me halashtisje me atyre që kemi rëndu e sene, mu bashkullu, mu afru njëri me tjetër. Allah në fatë në ndihmoftë. Pra dhe lusën Zotën e madhë, që të vepre atyre që edhe themi, o Allah, bashka në rrugën e drejtë, bashka në rrugën e vërtetë, bashka në rrugën e të drejtës, e të mirës. O Allah, në ndihmo të luftojmë çdo të keqe që gjitet mesin tonë. O Allah, në ndihmo që të sakrifikojmë me çka do që kemi, bile është denë dhe krenari, është privilegj dhe vlerë në amorë, se sa me vdekë për këtë vatan, me vdekë të më për të din, me këtë për këtë gjënë. është vlerë me amorë dhe për dëshmorit, sakrifica me amorë, që mund në dhoni më shumë se jetën,
Prandaj edhe gratat të mbajnë për dëshmorët edhe për ta kontribues. Në fund, lutem Zotin edhe ju luteni bashkë me mua gjithë çdo nevojtar që ka nevojë, o Allah plotësoj nevojën. Çdo njeri që nuk ka fëmijë, Zot duroj fëmijë. Çdo njeri që është i smur, o Zot shëroj. Çdo njeri që ka hallë, gajle, dëm, bën një zgjidhje, ka probleme të lashë largoje, ka mërzi, ka vujtje, heqë atë mërzia atë vujtje. Është i robëruar, është i shkelur, o Zot jep liri. Për gjithë ato inshallah Zoti na e pranon.